Nesër një sfidë e vështirë. Tomorrow an important match against Tbilisi away. Po diskutojmë se portieri për herë të parë. And normally this is the first time that you are playing away in that pitch, in that stadium. How you feel? Obviously it's a new experience for me. Është një experience e re për mua. I haven't played there before. Nuk kam luajtur më përpara atje. I heard it's a tough game. Kam dëgjuar më përpara që është një fushë e vështirë të luash jashtë kundër atyre. You know, the fans are going to be very loud for us, but we're prepared. E dim se ka dhe fans atje. Mentally get ready Jena for it. përgatitur gjatë gjithë javës dhe si nga ana psikologjike për këtë ndeshje. And our ambition is to pick up 3 points. Edhe ambicia jonë është të shkojmë vetëm për 3 pikë nesër atje. Si duket gjendja e skuadrës në përgjithësi? How it looks like the team condition in general. Yeah, there's a lot of hunger in the team. Everyone wants to play. Ka mjafturin në ekip, çdo kush ka qejf që të luajë informacion. We have a few guys that, you know, have problems with Kena small pas injuries. pak disa probleme me dëmtimet. But the manager has built a squad where we have a lot of depth on every Por position. trajneri bashkë me drejtorin kanë ndërtuar një ekip që ka lojtarë të mirë në çdo pozicion. And everyone is coming in tomorrow to play. Edhe çdo kush që do të jetë nesër është gati për me luajt. Ju mungon Gjini, një pikë e fortë. Gini will miss from yellow cards in defense and will help the defense, you know, he helped the defense and Mungesën Vaznia por edhe how much we will miss him also the goal, like he helped you in defense. Of course, Gini has been for us a fundamental player so E far. dim që Gini deri tani ka qenë një lojtar mjaft i rëndësishëm për ne deri këto momentet. But like I just said, I mean, we have a replacement on the position. Por siç thash, kena lojtar mjaft mirë që mund ta zëvendësojnë atë. And the manager knows and made sure that everyone is on the same page in terms of what the game plan is, what we want to do. And yeah, we're going to Por në fund ditës është ai trajneri që do të vendosë dhe siç e thash, kemi mjaft lojtar të mirë që mund ta zëvendësojnë atë. Duke qenë se kampionati u ndërprer në momentin më të mirë të vllaznisë. When the championship was stopped in the best moment of the team, you know, from the national team, and do you think that we will take the rhythm the same like the last match against Elbasan here? Yeah, absolutely. We're Absolutely, very hungry. Kena mjafturi gjithë secili prej nesh në ekip. It's almost like we want to play, and with that break, you know, we build up a lot of hunger now. We can't wait to play tomorrow. Me të ndalesë kampionatit na ushtu si mund të më tepër uria për të luajtur neshën edhe nesha Rolca është nesër ku jena vetëm për fitore. And yeah, we're ready to go for tomorrow. Edhe jena gati që të shkojmë për nesër. Në aspektin personal, çu po ndjen veten tek Vllaznia. Personally, how feeling yourself here? I've settled in quite well now. It's been, I think, 3 months exactly now since I signed for the club, and it took me obviously a few weeks Jam përshtat mjaft mirë. settle in Më janë gati properly. 3 muaj që jam pjesë e Vllaznisë edhe deri për momentin jam duke qenë mjaft mirë. With the weather back then being a bit warmer, but now it's Po getting ashtu more me and kohën more to, you know, a level where I played before. It's tash getting koha do colder, të vijë edhe bad pitches. That's, you know, I'm very ma well used kushtet to this. atmosferike do të jetë pak më ftohtë ku jam mësuar të luaj më përpara, po ashtu edhe fushat që mund të jenë më tepër rreshje, po ashtu siç jam mësuar më përpara dhe jam duke përshtat mjaft mirë me vendin. And despite all of this, the only thing that matters is the game tomorrow and Por nothing else. për momentin fokusi jonë është vetëm tek neshja e nesërme dhe asgjë tjetër. E filloi Juve në formacion në fillim të sezonit. Dëmtimi i tij I dha vendet e Aaron titularit. started him in lineup in the first game of the season, and his injury made you then going back to the starting lineup. And now that Aaron it's ready, the rival, you know, it's more in the goal. Of course. That's Normal. football. It happens all the time. Kjo është futbolli, ndodh gjithmonë. I've been there before. I was a young goalkeeper. Kam qenë edhe në portier I ri në këtë situata. And Aaron is a very good E goalkeeper. di se Aroni është një portier mjaft I mirë, But like I said, what matters is that we pick up 3 points por siç tomorrow. thash, And I nuk think ka we lidhje have çdo gjë tjetër, quality vetëm on every fitoria position. nesër edhe from kualitetet goalkeeper që to kena front. në çdo pozicion që nga portieri deri te sulmi na bën një ekip më të fortë. And in the end, it's a team sport, and we all want to win. And Edhe pick në up fund 3 është një points. sport kolektiv edhe të gjithë dona me fitu neshën dhe të marrim 3 pikëshin. Ndjen presionin e titullit kampion. Do you feel the pressure of champion of the title? Of course, there's always pressure if you play for Vllaznia. I think the fan base Normal, is the biggest gjithmonë in është një this presion. country so far. what I heard. Fansat janë më të mëdhenj në Shqipëri, There's expectations. edhe and- ka gjithmonë objektiv to dhe pritje fulfill për them. titull, dhe duhet për me përmush atë. But what's very important, because it, you know, fans get emotional, for us is to keep focus on what matters, which is the game tomorrow, and picking up 3 E points. dim se fansat presin shumë për nesh, por për ne fokusi është gjithmonë neshja Rolca, dhe siç e thashë më përpara 3 pikëshin neshjen me Bilisin. Ndërprerja e kampionatit sa ka shërbyer skuadrës, por edhe vetë
For you personally, when the championship stopped, how was for you, this break from national team? It was good for you? Of course, yeah, it's time to reset it mentally. Po është koha për focus me pas again pak më tepër fokus on në giving the vete, best in training, me training don më tepër në 100% every servitje day. 100%, Because knowing that you train every day 100% gives you the confidence to sepse go nëse into stërvitesh a game and 100% whatever happens then there's no regrets. atëherë do të jesh ashtu edhe nesër dhe nuk do të kesh ndonjë gabim. Fitore të një pasnjeshme të kombëtarës se kanë dhënë një atmosferë shumë pozitive në mjedisën sportiv, por edhe në kafin Koçëblu. Ju dhe pse Gjerman, sa keni ndjerë peshën e këtij entuziazmi të Albania national team won like important matches like away, and you're like German, but how you feel about the Albania national team winning? Of course, I watched the game actually E kam pa live neshin, and I was sweating myself. I'm not allon Albanian, but nuk jam shqiptar, I po really allon wanted kisha them to win. emocione që të fitonte Shqipëria. I'm half Bosnian myself, so I know it was on the Jam edhe line. pak bosnjak nga origjina. And I'm very happy for Albania. They have a Jam very good shumë i chance to lumtur qualify për now. Shqipërinë, kanë një mundësi mjaft mirë që të So, kualifikohen botror. I will cross my fingers for them to Edhe shpresoj make the që edhe do qualification. të bëj tifozëri për to që të arrijnë kualifikohen botror. Dhe ndërta fundit, do ta mbani portën Last thing, you will make a clean sheet in Bilis pa tomorrow. prekur rrjetin kundërshtarin? So, Of course, I mean, I've heard just there from Endri that we haven't won 3 points since Teuta in January last season, so we have to change that. There's no question about normal it. që po, me sa kam informata, nuk kena pas ndeshje të mira, dhe me thënë rezultate pozitive në ndeshje jashtë dhe prandaj jam unë aty nesër që të marrim 3 pikë, po ashtu edhe të marrim portën e paprekur. And the team will know this going into the game tomorrow, and this should give us more, energy and Edhe hunger even do të to shkojmë make sure we gjithë get the 3 100% points. nesër që të marrim 3 pikë. Suksese. Thank you. Faleminderit.